Protestat kundër projektit të ndërtimit në zonën e Nartës dhe Zvërnecit janë shtrirë tashmë edhe jashtë Shqipërisë me pjesëmarrjen e qindra shqiptarëve në diasporë. Në Milano të Italisë janë mbledhur dhjetëra qytetarë në sheshin kryesor të qytetit duke valvitur flamuj kuqezi dhe duke mbajtur pankarta me thirrjen Shqipëria nuk shitet. Tubimet të ngjashme janë zhvilluar edhe para përfaqësive shqiptare në disa vende të Europës. Sipas organizatorëve dhe njoftimeve të shpërndara, protestat janë paralajmëruar edhe në qytete të tjera si Firenze, Londër, Washington, New York, Vjenë, Rom, Toronto, Athinë dhe Frankfurt, duke zgjeruar më tej shtrirjen e lëvizjes qytetare. Edhe në Shqipëri tubimet janë parashikuar në Tiranë, Vlorë, Shkodër, ndërsa në Vlorë protestat kanë vijuar prej disa ditësh. Lëvizja nisi fillimisht në zonën e Zvërnecit pas një incidenti të raportuar me një roje private ndaj një qytetari, duke nxitur reagime të forta publike dhe organizimin e protestave të njëpasnjëshme. Kërkesat kryesore të protestuesve mbetet anulimi i projektit të ndërtimit dhe mbrojtja e zonës natyrore, ndërsa vijojnë mobilizimi si brenda vendit ashtu edhe në diasporë.